Faleminderit shumë të nderuar gazetar, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. Më lejoni fillimisht që t'i uroj fitore nga zemra ekipës sonë që sipas shortit që tani përfundoi sa i përket pjesës së Kosovës, ne do të luajmë kundër Slovakisë shpejti. Jemi të gjithë me ekipin e kombëtarës së Republikës së Kosovës dhe do t'i mbështesim në çdo sfidë përpara. Deri tani ka qenë një arritje historike dhe jam e bindur që edhe tash tutje do t'jetë ashtu. Të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, sot ju drejtohem lidhur me proceset e fundit dhe zhvillimet e fundit politike në vend. Pas dështimit të djeshëm në kuvendin e Kosovës, pra për zgjedhjen e qeverisë, kushtetuta kërkon që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Sot kam pranuar zyrtarisht edhe vendimin e kuvendit, ku konfirmohet edhe formalisht një gjë e tillë dhe menjëherë kam mbledhur partitë politike për konsultime. Mirë po para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit, sot kam bërë përpjekjen e fundit që partitë parlamentare të kthehen edhe sot gjatë ditës njëherë në kuvend dhe të miratojnë së pari zgjatjet buxhetore në mënyrë që as pagat e qytetarëve tanë e as funksionimi i shtetit tonë të mos bllokohen për të kemi buxhet bele deri në fund të marsit 2026. Së dyti, pakon presidenciale prej 5 marrëveshjesh ndërkombëtare në vlerë prej mbi 1 miliard euro. Dhe së treti çështje të tjera të rëndësisë së veçantë, siç janë buxheti i kryeqytetit dhe buxhetet të tjera, si dhe buxheti i RTK-s e çështje të tjera për të cilat kam shpresuar për vullnet politik. Fatkeqësisht përkundër përpjekjeve të mëhershme dhe përpjekjeve të sotme, nuk kishte vullnet mjaftueshëm politik që këto vendime të rëndësishme për qytetarët tanë të kryhen sot, para se ta nënshkruaj dekretin për shpërndarje të kuvendit. Ju njoftoj se ka ekzistuar baza kushtetuese e qartë që edhe pas dështimit të mandatarit të dytë të kuvendit, kuvendi të mblidhet dhe të marrë vendime. Kjo është konfirmuar edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2020, ku thuhet se dështimi i mandatarit të dytë, pra për të zgjedhur, nuk nënkupton shpërndarjen automatike të kuvendit. Pra kuvendi mund të jetë funksional deri në momentin kur nënshkruhet dekreti presidencial për shpërndarje. Megjithatë, në mungesë të vullnetit politik që të merren këto vendime, nuk ka pasur zgjidhje tjetër pos që menjëherë sot ta nënshkruaj këtë dekret, pra kuvendi tashmë është i shpërndar. Është për keqardhje që nuk u arrit një dakordim i tillë, jo sepse marrëveshjet ishin të dobta, jo sepse ato nuk ishin të domosdoshme, por thjesht sepse mungoi vullnet politik. Ato nuk ishin thjesht dokumente teknike, ishin plane të qarta, konkrete dhe të matura, që prekin drejt për drejt ekonominë, arsimin, shëndetësinë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Për gjatë javëve të kaluar kemi punuar gjatë dhe çdo ditë bashkë me Bashkimin Evropian e me Bankën Botërore që të kryhen të gjitha procedurat e nevojshme në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, në mënyrë që edhe plani i rritjes edhe marrëveshjet e tjera të jenë të gatshme në kuvend për votim. Pra në total po flasim për më shumë se 1 miliard euro investime për Kosovën, investime që tash mbeten të bllokuara. Pyetja shtrohet se çfarë do të kishin sjell këto marrëveshje. Këto nuk ishin thjesht numra në letër, ishin ndryshim i prekshëm në përditshmërinë e qytetarëve tanë. Fëmijët do të kishin qasje më të mirë në edukim cilësor dhe kujdes të hershëm, studentët dhe të rinj do të lidheshin me tregun modern të punës, familjet me asistencë sociale do të përfitonin mbështetje të drejtë dhe të qëndrueshme, mjekët, infermierët dhe pacientët do të kishin shërbime moderne, spitale funksionale dhe sisteme digjitale që më në fund funksionojnë, bizneset dhe fermerët do të shihnin një ekonomi më stabile, energji më të besueshme dhe infrastrukturë që hap mundësi. Prandaj mos votimi i tyre nuk i dënon partitë, por i dënon qytetarët. Kur nuk ratifikohen projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve, që në këtë rast ishin inicuar dhe proceduar nga presidenca, humbësi i parë është qytetari. Ta themi hapur, një Kosovë e dobësuar është humbje për të gjithë. Një Kosovë që pengohet të ecë përpara nuk i bën nder askujt. Dhe një shtet që humb fondet Bashkimit Evropian dhe të Bankës Botërore në shumë prej 1 miliard euro e më shumë, humb besimin e partnerëve dhe me të humb edhe perspektivë. Por mos votimi në kuvend rrezikon pra ta zbejë edhe sukseset që janë arritur deri tani. Prandaj thirrja ime për partitë është që tani të bëjnë fushat dinjitoze, me respekt të ndërsjell, me standardet më të larta demokratike. E pas rezultateve, uluni, bisedoni dhe merrni përgjegjësinë që ju takon.
Qytetarët tonë kanë nevojë që urgjentisht të kenë institucione stabile dhe të përgjithshme e që marrin vendime në interes të tyre. Siç e dini, pas dekretit për shpërndarje, menjëherë vjen radha çështje së datës së zgjedhjeve. Ju njoftoj fillimisht se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdorë vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetutës. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor. 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Ju njoftoj se gjatë kësaj periudhe kam qenë po ashtu në kontakt me kryetarin e KQZ-s 3 herë dhe kemi analizuar procesin e papërfunduar të zgjedhjeve lokale, si dhe procedurat që na presin për organizimin e zgjedhjeve nacionale. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Ekzistojnë pastaj afatet e ankesave, pas kësaj fillojnë procedurat e asgjësimit e materialit zgjedhor, pastaj procedurat e përgatitjes së platformës për shpalljen e rezultateve preliminare dhe asaj të numërimit, cilat duhet të ripërtrihen me parametrat e zgjedhjeve të përgjithshme. Para fillimit të fushatës, janë edhe njësër veprimesh e që janë regjistrimi subjekteve politike dhe koalicioneve dhe certifikimi i kandidatëve, hedhja e shortit, shpallja e fletvotimit e veprimet të tjera. Për më tepër, duhen së paku 2 javë hapësirë kohore për mundësuar votimin jashtë vendit dhe duhet pasur parasysh që sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e gjitha këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Lejonit ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakoshme, KQZ-s duhet të japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetut e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve, sado që po e përmend jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Edhe njëherë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje, megjithatë ky ishte vullneti i partive politike të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ju uroj suksese në këtë proces me shpresë që menjëherë pas zgjedhjeve e pa asnjë zvarritje të vetme do të kemi konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë së re. Në qoftë se keni pyetje, urdhroni. Presidente u konfirmu tashmë data 28, dihet që ka qenë data e preferuar edhe prej kryeministrit në detyrë Albin Kurti, çka me ato akuzat që ju po shkoni në linjë dëshirave të Kurtit për datën e zgjedhjeve, për mandatimin e konjunktës po ashtu për të provuar shansin për ta bërë qeverinë. Pra ka pas akuzate për vendimin e parë që e keni marrë edhe në të kaluarën, por sidomos edhe kjo data 28 tash. Po ashtu, au bindet gabimisht që Glau Konjuca i ka gjasa për të bërë qeverinë, pasi që keni thënë që jeni bindur që sipas tyre mund të ketë gjasa për formimin e një qeverie, a doli të jetë gabim? Po tash, siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh, shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë.
Më lejoni t'ju kthej pak në perspektivë. Në vitin 2021, kur partia në pushtet që kishte më shumë se 50% të votave, dhe disa të tjera të vogla që ishin në koalicion me të, kërkonin që unë ta shtyja datën e zgjedhjeve lokale dhe kishim një opozit shumë më të vogël se sa kjo që është sot, unë vendosa në favor të kërkesës së opozitës që mos të shtyhej data e zgjedhjeve lokale. Sado që kisha të drejtën kushtetuese ta bëja një gjë të tillë, për shkak të shumë rrethanave që ishin prezantuar atëherë. Edhe pse zgjodha datën e favorshme për opozitën, prap u akuzova se po konsultohem dhe po koordinohem dhe po ja bëj qefin Kurtit. Ka 10 raste për gjatë këtyre 5 viteve që jam presidente, kur për kundër faktit që kam dalur me qëndrime krejtësisht të kundërta me ato të qeverisë së Republikës së Kosovës, përsëri nuk i ka rënë tamën, përsëri janë ankuar, përsëri kanë akuzuar. Kështu që, siç po e shihni, për kundër këtyre akuzave 5 vjeçare, shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte, edhe nesër, edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kushdo që e fiton. Është mirë që gjuha që përdoret në politik të jetë brenda suazave të normalës. Unë i kuptoj kritikat, i kuptoj qëndrimet e ndryshme të partive politike, por detyra ime si presidente është të sigurohem që kemi një datë kur zgjedhjet mund të organizohen. Po ashtu mos harroni një gjë. Cili do president i përgjegjshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi pjesëmarrje më të vogël. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi probleme në organizimin e tyre. Nuk kërkon që të zgjidhen data që bëjnë të pamundur realizimin praktik dhe të rregullt të zgjedhjeve. Një president i përgjegjshëm zgjedh datën më të mirë, pavarësisht dëshirave që mund të shprehen në publik. Kështu që akuzat vazhdojnë, ne vazhdojmë punën tonë në interes të Kosovës. Sa i përket Glau Konjufcës, ditën kur është kërkuar mandati, unë kam pasur, si që dini para sa të flasës me ju, një takim me të, ai më ka informuar qartë se me kë është duke biseduar, edhe unë e kam thënë publikisht që fjala është për deputet individual, ai ka qenë vetëm pak vota larg krijimit të qeverisë dhe kushtetuta kërkon që t'i japet mandati atij ose asaj që i ka gjasat dhe jo garancat. Pra dikush që vjen deri te 56 vota dhe që tregon qartë se me kënd është duke biseduar për të arritur 61-shin, i ka gjasat. Më tregoni ju kush ka qenë kandidati tjetër me gjasa më të mëdha. Kushtetuta është e qartë për të gjithë ata që e lexojnë drejt dhe pa ngjyrime të urrëties. Ajo kushtetut kërkon që pas mandatarit të parë të ketë mandatar të dytë. Dhe këtë unë kam respektuar kushtetutën, pavarësisht akuzave që vinë, shkojnë, le të vazhdojnë, nuk ka problem. Feti e kam bërë projektor, një president ata që do të qëndroni gjatë këto. A është kjo paralajmërim edhe për një mandat të dytë, për shkak që do të jam gjatë? Paralajmërim që do të jem duke kontribuar për shtetin tim, cili do të jetë pozicioni politik, atë do ta caktojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. A keni vendosur apo ende? Ta shohim cila do të jetë përbërja e kuvendit të ardhshëm pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ajo besoj qartëson gjithçka, por po e përmend do të jem duke shërbyer në institucionet publike të Republikës së Kosovës, duke shërbyer aty ku besoj mund të ndihmoj vendit tim më së miri. Dhe këtë do ta përcaktojnë qytetarët edhe një herë. Presidente, a i keni analizuar edhe çështjet ose sfidat që mund t'i ketë data 28 dhjetor në aspektin e administrimit, numërimit edhe të krejt proceseve që shkojnë pas. Dhe çështja e rikandidimit juaj është përmendur nga zotri Kurti në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vendosjes, kur e mandatuan nga zotri Konjufcën për çështjen e presidentit, thanë zgjedhjen ose rizgjedhjen. Besoj kishte fjalën për ju dhe jo për
presidentët paraprak, dhe a ka ndonjë diskutim në këtë drejtim? Jo, nuk kemi diskutime, sepse këto diskutime, si që kam thënë edhe më herët, do të fillojnë vetëm pasi ta kemi një kuvend të ri të konstituar pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor dhe pasi ta kemi qeverinë e re. Vetëm atëherë kanë kuptim në fakt diskutimet për pozicionin e institucionit të presidencës, sepse tani për tani unë nuk e shoh të mundshme që kushdo me këdo të diskutoj, të merret vesh, sepse numrat në kuvend janë të paparashikueshëm. Ato janë çështje e vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe cila ishte çështja tjetër? Për sfidat, po, sa i përket datës 28 dhjetor, dëgjoni, sa i përket vëzhgimit të ndërkombëtar, mundësia është edhe më e vogël për datën 21 dhjetor. Meqense unë jam institucioni që gjithnjë i dërgoj kërkesë Bashkimit Evropian, më konkretisht Parlamentit Evropian për të dërguar delegacione, ata asnjëherë nuk kanë pasur mundësi që kur kemi zgjedhje të shkurta, në afat të shkurtër, të dërgojnë ekipe monitoruese të stilit çfarë na duhen neve. Madje edhe kur ka pasur më shumë se 30 ditë, kur i kemi pasur 40 të plota, ka qenë shumë sfiduese. Pra kushdo që mendon që me datën 21 dhjetor, neve brenda 30 ditësh do të na vinin monitoruesit, e ka shumë gabim. Ne jemi në komunikim me Parlamentin Evropian, do të dërgojmë kërkesa, mirë po unë kam biseduar edhe me ambasadorët individual të shumë prej ambasadave, jo të gjithë ende, sepse tash do të fillon procedura. Ne nuk donim ta paragjykonim rezultatin e djeshëm të seancës, prandaj edhe nuk mund të fillonim gjitha këto sot. Ambasadat këtu do të jenë, nëse nuk është një ambasador, janë zëvendës ambasadorët, ato nuk mbesin të zbrazura. Shpresoj shumë që do të kemi edhe angazhim të shoqërisë civile për datën e zgjedhjeve, në veçanti sa i përket monitorimit në veri. Siç e dini, në disa palë zgjedhjet e fundit nuk ka pas asnjë problem, asnjë keqpërdorim. Dhe të gjitha partitë politike i kanë aty vëzhguesit e vet, komisionerët e vet, ata nuk shkojnë askund. Po ashtu mos harrojmë edhe data 28 është ditë pune, ne qyshat natë do t'i dim rezultatet preliminare për partitë politike në kontekstin e kush sa vota i ka marrë dhe kush çfarë përqindje ka. Pastaj janë procedurat e ankesave, data 1 dhe 2, mirë po deri te 1 dhe 2 janari janë 3-4 ditë, por edhe për ato ditë njësoj siç punojmë të gjithë ne, edhe ju si gazetar punoni edhe festave shpeshherë, siç e dim, jam e bindur që edhe personat që numrojnë, ka rregulla sipas të cilave kur janë staf esencial duhet patjetër që të punojnë. Nuk më është shprehur si shqetësim nga ana e KQZ-s çështja e numrimit në data të tilla në asnjë moment. Ata që punësohen për të numruar, numrojnë pavarësisht se cila është data. Mirë po është me rëndësi që t'ju japim kohë që të përgatiten si duhet. Mos harroni që sikur mos të respektoheshin afatet për qytetarët tanë që janë jashtë vendit. Ata kanë të drejtë kushtetuese të barabartë, mërgata jonë, që të votojnë njësoj sikurse qytetarët, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të miratuara nga po këto parti, të gjitha bashk në vitin 2023. Dhe ata duhet ta kenë të drejtën e garantuar me kushtetut për të votuar. Dhe nëse për shkak të afateve atyre u mohohet, atëherë kjo e bën tërë procesin të kontestueshëm nga aspekti kushtetues, kur i mohohet një grupi qytetarëve për të mos votuar. Prandaj është shumë me rëndësi që këto afate të zinën, ashtu siç parashe ligji, sepse parashe edhe minimumin e afateve. Prandaj është me rëndësi që brenda këtyre 2 datave të zgjedhet njëra që jap KQZ-s më së shumti mundësi me i eliminu mundësitë dhe pastaj shpresoj që nuk ka shumë procedura të ankesave dhe kemi certifikim sa më parë. Shëndetje Presidente, jam Banana Shqipë, kryetar për Vox Kosova. A mendoni zonja Presidente që pa dashur ose me veti apo pa veti jeni duke i shërbyer lëvizjes vendosin që ja dha mandatarit zotë Kërjum sa pas sigurisht që i ka numrat, do të kompetencë sa që nuk ka garantuar se do të sigurojë numrat, tash në caktuar datën e zgjedhjeve në një datë ku ka konvenuar faktikisht mas shumë të vendosës për llogaritë edhe ardhen e përfiton. E para, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk i thua apo vepron pa vedije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim për gjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vedije. Pra e ka marr me vedije të plot, me besim të plot, që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës, e para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve, nuk janë kundër mërgatës.
Pra pse ju po paragjykoni që Mërgata është vetëm në favor të një partie? Dhe e fundit, po tash këto janë zgjedhje të reja, partitë kanë deklaruar që nuk janë kundër pjesëmarrjes së Mërgatës, dhe siç e thash, si presidente kam detyrim që të zgjedh një datë kur kemi pjesëmarrje më të madhe, e jo pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve me të drejtë vote. Dhe sipas ligjit që e kanë miratuar po këto parti politike, Mërgata ka të drejtë të barabartë për votë me të gjithë qytetarët që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Kjo është e drejtë e garantuar me ligj, të cilën ja u kanë dhënë të gjitha partitë shqiptare pa dallim. Pra ata kanë të drejtë të votojnë, dhe në qoftë se kanë të drejtë të votojnë e janë në Kosovë në atë datë, janë më se të mirë se ardhur. Se kur Mërgata po investon në Kosovë, kur po dërgojnë remitanca në vlerë të buxhetit të Republikës së Kosovës, kur po investojnë në biznese që po krijojnë vende të punës, të gjithë po i dojmë. Rrjedhimisht duhet të i dojmë edhe kur të vinë me i vizitu familjet, edhe datën e zgjedhjeve, unë jam presidente edhe e tyre, dhe do ta mbroj të drejtën e tyre derisa jam në politikë dhe pavarësisht në çfarë pozicioni jam në politikë, po ju siguroj që vendimet janë veç me vedije, asnjëherë pa vedije. Presidente, data 28 dhjetor mos diskriminohen qytetarët e Kosovës, të cilët ndoshta kanë planifikuar që gjatë festave të fundvitit të udhtojnë jashtë vendit në këtë rast, me që janë festat të fundvitit dhe gjithkush bën planet ndoshta edhe të jashtë vendit tash liberalizimi i vizave do të shfrytëzojnë këtë mundësi. Dhe pyetja e dytë, me këtë datë apo jepet mundësia ndoshta që të shkohet sërish në zgjedhje ende pa u formuar qeveria e re, institucionet e reja. Edhe ju e përmendët në konferencën e kaluar që janë 30 ditë afat dhe ndoshta edhe mund të mos krijohet qeveria apo institucionet e reja në zgjedhjet e radhës. Duke i ditur edhe afatet për certifikimin e zgjedhjeve, pastaj 30 ditë për formimin e institucioneve, çështja e presidentit deri në 5 mars nëse nuk zgjidhet, a jepet mundësia për të shkuar në zgjedhje pa përfunduar krijimi i institucioneve? Sa i përket çështjes së pushimeve, unë për atë sa e di unë më shumë njerëzit rinë në shtëpi për këto festat e vitit të ri, se sa që dalin jashtë vendit. Mirë po ne nuk kemi shifra të tilla nga asnjë institucion. Më shumë kemi ardhje se sa shkuarje. Dhe tash në qoftë se flasim për liberalizim të vizave dhe data 21 dhjetor është vikend, kështu që edhe atë datë ka pas mundësi. Por si që tash, më shumë ka mundësi që të kemi pjesëmarrje më të lartë të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, me datën 28 dhjetor, edhe pse kjo s'është e garantuar, sepse ne nuk mund të paragjykojmë se sa qytetarë do të dalin, sa do të abstenojnë, sa do të shfrytëzojnë këtë drejtë. Ju e keni pa, nga njerë kemi dalje më të lartë, nga njerë kemi pak më të ullët, kjo është çështje e vullnetit të tyre të lirë, pra këto për momentin janë kryesisht paragjykime, mirë po nuk mund ta eliminoj një datë veç pse vjen Mërgata. Sepse ata e para kanë të drejtën kushtetuese e ligjore të marrin pjesë në votim dhe e dyta kontribojnë edhe në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës, edhe në ecjen tonë përpara. Mos flasim për kontributin historik, kështu që si presidente asnjëherë nuk do doja që tua mohoja këtë drejtë nëse ata dëshirojnë ta shfrytëzojnë. Por shumica dërmuese këtu janë qytetarë që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Ata janë shumica dërmuese që votojnë në Kosovë. Sa i përket vonesave shtesë, në fund të fundit për proceset që do të vinë pas zgjedhjeve të dhjetorit. Me vetë faktin që zgjedhjet mbahen në dhjetor, cila do që do t'ishte data e dhjetorit, ne do të shkojmë deri diku në fund të shkurtit me procedurat konstituimit. Shpresa ime vetme është që me qenë se ka një mundësi që të shfrytëzohet buxheti për janar dhe shkurt, që spaku mos të kemi vonesa për te i shkurtit, që në fund të shkurtit mos e largu kuvendit të miratoj buxhetin e ri dhe mos të mbeten qytetarët tonë pa paga, mos të mbeten spitalet tona pa barna, mos të mbeten gjitha institucionet funksionale. Shteti nuk ka të drejta bëj asnjë pagesë në ato momente. Rrjedhimisht është me rëndësi, por përderisa zgjedhjet mbahen në dhjetor dhe ky ka qenë vullnet i partive politike, unë kam shpresuar që mos ta bëjnë,
Rrjedhimisht edhe çështja e mandatarit të dytë, për të cilin se harrova ta them më herët, kur nuk kam deklaruar që më ka dhënë garanca. Përkundrazi, jam përgjigjur në njërin prej pyetjeve, a keni garanca? Kam thënë, nuk kërkohen garanca me kushtetutën, kërkohen gjasa. Pra ky është dallim shumë i madh edhe kushtetues edhe ligjor, dhe kushtetuta thotë pas mandatarit të dytë, në qoftë të parë, nëse dështon kemi mandatarin e dytë, kam respektuar kushtetutën ashtu siç do duhej të bënte një president, dhe dëgjoni, e kanë vonuar krejt këtë proces 9 muaj, mos të ankohen shumë për 2 javë që presidentja e ka respektuar kushtetutën. I kanë zgjedhjet në dhjetor, le të dalin të gjithë para qytetarëve të Republikës së Kosovës, i kemi qytetarët e mençur, gjithnjë din të marrin vendime të mençura, e din ku ta hedhin fajin, ku ta bëjnë vlerësimin, unë kam besim të plot në ta. Urdhna? Me 28 dhjetor vota vendoset. Kisha lut vetëm nga në pyetje në mënyrë se të marrim i lutem. Antigoni Sufi, gazetare në Kaza.com, presidente, sot gjatë ditës kemi pasur edhe një zhvillim tjetër, të shkarku nga opozita kushtruesit të detyrës Besim Kelmendi. Çu komentoni këtë shkarkim të tij? Ju them sinqerisht, me qenë se kam qenë në takim deri vonë dhe pas takimit me parti politike kam pasur edhe takime të tjera, më duhet fillimisht i marr të gjitha detajet e këtyre zhvillimeve dhe pastaj do të kem mundësi që të prononcohem lidhur me këtë çështje. Shpresoj në mirë kuptim, por pasi të njoftohem për detaje do të kem mundësi të flas me ju. Arjan Gëdori nga Autodor. Zonja Osmani, si presidente, a jeni interesuar edhe për një mandat të dytë në këtë pozitë, edhe me kuvendin e ri kemi bërë përpjekje të mjaftueshme që me i bind o deputet për një zgjedhje për pozitën e presidentes për një mandat. Në kundërt, nëse vendosim të njëjtin që mos ta vazhdojë një mandat, a besoni që ka hapësirë për të kthyer sërish në listën guxos, sidomos mas disa diskutimeve që kanë qenë në distancë me specit e përballës edhe juve po ashtu, se përket një mostese që kemi pas bërë në një takim të kaluar mes partive politike. Nuk e di për cilën mos ftesë keni fjalën, po megjithatë është e parëndësishme ajo çështje tani më, sa i përket mandatit të dytë, siç e dini nuk mjafton interesimi, se ka shumë njerëz që janë të interesuar në Kosovë të bëhen president. Duhet të bëhen votat. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm 61 vota për, por nënkupton edhe 80 vota në kuti, dhe kjo do të varet tërësisht edhe nga përbërja e kuvendit të ardhshëm. Unë nuk mund për momentin t'ju jap një përgjigje fikse, sepse do të pres rezultatet e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe vetëm atëherë ne do ta shohim se cili është disponimi i partive politike, cili është interesi më i madh i Republikës Kosovës në atë moment. Rëndësishme është që unë do të mbese angazhuar në institucionet publike të Republikës së Kosovës, do t'jap kontribut për aq sa mundem dhe do t'i kthehem qytetarëve. Le të jenë ata që vendosin për të ardhmën time politike. Qytetarëve do të kthy në një subjekt ose në një listë. E gjejmë në rrugën përpara, nuk është tash momenti që ta bëj publike. Edun Feborica për Televizionin Publik Kosovës, zonja presidente përmendet që sot s'keni gjetë vullnet mesin e partive politike për me votu për zgjatjen e linjës buxhetore, praktikisht gjithë janë përgjegjës për kolapsin financiar të 700 punëtorëve të OTK-s, edhe vetë zhvillimive operacionale në OTK. Si presidente, për te kësaj dhe zhvillimeve të sotme, çfarë mund të bëni për ta zgjidhur çështjen aktuale në për cilën po kalon Televizioni Publik i Kosovës? Siç e dini, me njëherë pas kërkesës së sindikatës, unë i kam dërguar kërkesë të gjithë deputetëve të Republikës së Kosovës, sepse ka qenë komplet në vullnetin e tyre, që me njëherë ta formojnë komisionin për buxhet, e cila sipas analizave tona ligjore ka qenë mënyra e vetme dhe më e lehta në fakt për të siguruar që buxheti për RTK-n të mund të shfrytëzohet. Fatkeqësisht ju e patë edhe dje, përkundër faktit që kjo kërkesë e imja u vendos në agjendën e seancës kuvendit të Kosovës, as nuk u trajtua për shkak të mungesës së quorumit. Është për keqardhje, megjithatë janë çështje që janë vendime të kuvendit të Kosovës. Unë shpresoj që sa më parë të kemi një kuvend të ri, i cili në seancën e parë pas konstituimit do ta miratoj para dite konstituohet, pas dite menjëherë do ta miratoj
edhe buxhetin e Republikës së Kosovës, edhe komisionet përkatësen në mënyrë që me njerë të fillojnë pagesat për RTK-n, mirë po, se çfarë qëndrime kam pasur se cila prej partive politike, jo ato i keni publike, unë nuk kam nevoj që se cilën prej tyre ta komentoj veç e veç, i dini qëndrimet e partive dhe mund të nxjerrni konkluzionin tuaj. Si presidente kam bërë gjithë shka që ka qenë në mandatin tim, unë nuk jam kuvendi Republikës së Kosovës, Kosova funksionon sipas kushtetutës bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve. Dhe është detyrë e kuvendit dhe vetëm e kuvendit që të themeloj komisionet parlamentare. Dhe unë mendoj që për gjëra totalisht të parëndësishme, ka dështuar edhe themelimi i komisioneve. Sepse ato komisione dhe ashtu kam pasur, si që me qenë se nuk pat vullnet për qeveri, ta mbajnë një mbledhje. Kështu që çfarë rëndësie ka kush është kryetar për një mbledhje. Përderisa kanë pas mundësi që ta kryejnë edhe punën e RTK-s, edhe marrëveshjet ndërkombëtare t'i kalojnë para se të shkojnë në seancë, edhe buxhetin apo zgjatjet buxhetore, sepse edhe zgjatjet buxhetore duhet të shkojnë me vendim të kuvendit. Nuk ka pasur vullnet politik, sa i përket asaj se çfarë qëndrime kanë partitë, ato e dini deklarohen secila për vete dhe mund ta shihni se ku secila ka qëndruar. Të nderuar me kaq që mbyllim këtë konferencë për media. Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit.